Predikimi I hirit të Perëndis. Titi 2:11-3:11. Le të lexojmë Biblën. Le të kthehemi te Titi. Sikurse e dini, në këtë letër të shkurtër, Pali e inkurajon Titin në lidhje me natyrën e udhëheqjes në bashkësinë e tij, në lidhje me atë që ai po mëson, mënyrën se si po e mëson, si dhe për ndikimin që ka I mësim në grupe të ndryshme brenda bashkësisë. Kjo bëhet e dukshme në fillim të kapitullit 2, ku ai jep udhëzime për burrat dhe për gratë e moshuara, për të rinjt e kështu me radhë. Madje në vargun 9 edhe për sklevërit, që ata të karakterizohen nga një jetë që është e ndryshme nga ajo e atyre që nuk janë në Krishtin. Pastaj, në vargun 11, ai vjen te tema qendrore, dhe gjëja interesante është që ai po I mbështet këto nxitje mbi Ungjillin, siç bëhet e qartë në këtë varg. Prandaj do të lexojmë deri te 3:11. Sepse hiri shpëtuesi I Perëndis ju shfaq gjithë njerëzve, dhe na mëson të mohojmë pabesinë dhe ëndjet e botës, që të rrojmë me maturi, me drejtësi dhe me perëndishmëri në këtë jetë, duke pritur shpresën e lumet dhe të shfaqurit e lavdisë së të madhit Perëndi dhe të shpëtimtarit ton, Jezu Krisht, I cili e dha veten për ne, për të na shpenguar nga çdo paudhësi dhe për të pastruar për vete një popull të veçantë, të zellshëm në vepra të mira. Mësoju këto gjëra, këshillo dhe qorto me çdo pushtet, askush mos të përçmoft. U kujto atyre që tu nënshtrohen principatave dhe pushteteve, të jenë të bindur, gati për çdo vepër të mirë, të mos shajnë asnjëri, të mos jenë grindavec, por të butë, duke treguar çdo zemërgjerësi kundrejt të gjithë njerëzve. Sepse edhe ne dikur ishim të pamend, të pabindur, ndacak, duke u shërbyer epsheve të ndryshme dhe qejfeve, duke jetuar në ligësi dhe në smir, të urryer dhe duke urryer njëri tjetrin. Po kur u shfaq dashamirësia e Perëndis, shpëtimtarit ton dhe dashuria e tij për njerëzit, na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëm, por sipas mëshirës së tij, me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë, të cilën e derdhi me mbusholli mbi ne, me anë të Jezu Krishtit, shpëtimtarit ton, që ne, të drejtësuar me anë të hirit të tij, të bëhemi trashëgimtar të jetës së përjetshme, sipas shpresës që kemi. Kjo fjalë është e besueshme dhe dua që ti pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndin të kujdesen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Por shmangu nga diskutimet e marra, nga genealogjit, nga grindjet dhe përleshjet rreth ligjit, sepse janë të padobishme dhe të kota. Refuzoje një njeri sektar, mbasi ta kesh qortuar një herë e dy herë, duke ditur se një I tillë është çoroditur dhe mëkaton, duke qenë I dënuar nga vetja. Amen. Mendoj se do ta keni dalluar nga mënyra se si ai e vën në pah ndikimin e hirit të Perëndis në jetët e njerëzve të shpenguar. Hiri prodhon në ta dhe përmes tyre një gatishmëri për të bërë të mirën, vargu 14. Pastaj, ai e trajton këtë temë dhe I kthehet sërish mrekullisë të mëshirës dhe hirit të Perëndis ndaj nesh. Kur e kuptojmë atë hir, ndryshon jo vetëm mënyra se si e shohim veten, por edhe mënyra se si I shohim të tjerët, si dhe mënyra se si e shohim autoritetin. Pali I kthehet sërish temës, të cilën duket sikur e ka shënuar, dhe te Titi 3:8, ai I kthehet sërish dhe thot: Kjo fjalë është e besueshme dhe dua që ti pohosh me forcë këto gjëra, që ata që kanë besuar në Perëndin të kujdesen për të kryer vepra të mira. Pra, ai u bën thirrje për të bërë atë që është e mirë. Pastaj u jep atyre shtysën për të bërë të mirën, dhe pas këtaj u kujton që duhet të bëjnë të mirën. Kjo shërben për të na kujtuar në lidhje me strategjinë e mësimdhënies. E po, ajo që jam përpjekur të bëj, siç mund ta kuptoni edhe nga përvijimi, është që thjesht të nxjerr disa mendime nën këta dy tituj. Së pari, do të pyesim veten se çfarë kuptimi ka kjo, dhe pastaj do të mendojmë pse kjo ka rëndësi. Si që thash, edhe në paragrafin e shkurtër hyrës, për ne është e rëndësishme që nëse duam ta shpallim Ungjillin e hirit të Perëndis si ngjarjen e shkuar historike në të cilën Jezusi bëri për ne atë që s'mund ta bënim dot për veten tonë, nëse do t'u themi njerëzve se në kryq Perëndia arriti gjithçka që kishte për qëllim, se në kryq shohim qetësimin e zemërimit të Perëndis me anë të dashurisë së Perëndis dhe përmes dhuratës së Perëndis. Nëse do ta bëjmë këtë, nëse kështu e kuptojmë Ungjillin dhe nëse kjo është ajo që besojmë, atëherë ka disa gjëra të caktuara që duhet të jenë të dukshme në mënyrën se si e komunikojmë atë të vërtetë. Ky seminar nuk ka të bëjë aq shumë me natyrën e atij hiri, sa ka të bëjë me pyetjen si mund ta komunikojmë atë hir. Çfarë bëjmë ne për ta predikuar atë hir? Mendoj se ka të ngjarë që këtë po përristin nga ky sesion.
Dhe nëse nuk më prisni këtë, atëherë kam hyrë në shtegun e gabuar dhe në këtë pikë ku jemi, nuk kam se ç'të bëj për këtë gjë. Çfarë do të thotë të predikosh hirin? Mirë po, nëse do ta bëjmë këtë gjë, çfarë kuptimi do të ketë? Së pari, kjo do të kërkojë qartësi. Qartësi. Aftësia nga ana e predikuesit për të qenë në gjendje që të bëjë dallimin mes ungjillit dhe pseudo-ungjive, ose gjërave që i shtohen ungjillit, ose gjërave që i hiqen atij. Është gjë e mirë që e kemi këtë seminar përpara se të fillojmë, sepse një nga rreziqet e qenësishme në një konferencë si kjo, duke marrë parasysh edhe titullin e saj, është ky. Mund të kalojmë disa ditë duke folur për ungjillin, pa u siguruar që kemi arritur në një kuptim të përbashkët në lidhje me atë që duam të themi kur flasim për vetë ungjillin. Kjo është arsyeja pse e kam përfshirë këtë paragraf të shkurtër. Kjo na jep mundësi për ta identifikuar ungjillin mes gjërave që nuk janë ungjill. Për shembull, sapo shkrova 3 gjëra. E para, selfizmi. Nuk jam i sigurt nëse ekziston një fjalë si selfizmi. Megjithatë, tani e kemi. Nga 3 gjërat që kam shkruar, kjo në fakt ka të ngjarë të jetë çështja më e përhapur me të cilën po ballafaqohemi në shoqërinë bashkëkohore. Dhe kjo është që vetja jon ose personi ynë është në fakt kulmi i idhujtarisë në botën tonë. Kjo paraqitet në shumë mënyra të ndryshme, në fakt në mënyra të panumërta. Fiksimi pas jetëgjatësisë, fiksimi pas ushtrimit fizik, fiksimi pas pikpamjes son për gjithçka e kështu me radhë. Gjithçka sillet rreth nesh. Shembulli klasik janë emisionet e pafundme televizive. Unë nuk i ndjek kurrë, por besoj se shumë njerëz i ndjekin ato. Emisione si Dr. Phil, Oprah dhe të tjera. Në fakt, ato janë bërë të famshme, janë themeluar dhe zhvilluar për shkak të natyrës së vetes. Selfizmi nuk ka të bëjë thjesht me ne, por ai fillon nga ajo për të cilën David Welsi thotë se është poshtë, kurse ungjilli fillon nga lart. Ungjilli fillon me iniciativën e Perëndisë, nga jashtë kohës që vjen këtu poshtë. Selfizmi fillon me ne, brenda kohës, ose duke parë lart që të zbulojmë një perëndi, ose forma më e përhapur e tij kur shohim brenda vetes son, ku në fakt do të gjejmë potencialin për të lidhur me Perëndin. Në fund të fundit, kjo nuk është gjë tjetër veç se një formë panteizmi. Në fakt, nuk ka asgjë të re në diell. Të njëjtat gjëra thjesht shfaqen në mënyra të tjera. Kjo është domethënëse për arsyeën se kur flasim me bashkësitë tona, sidomos kur kemi vizitorë që vijnë dhe na bashkohen, do të na duhet të jemi të qartë në mendjen tonë për mënyrën se si e përpunojnë ata informacionin që u jepet. Për këtë mund të themi më shumë në vazhdim. Mendoj se legalizmin mund ta kuptojmë. Mirë po tani nuk po mendoj aq shumë për format klasike të procedurave, rregullave dhe udhëzimeve si qasja ndaj një jete në thelb moraliste, e cila është një formë moralizmi, dhe që fare lehtësisht mund të hyjë në bashkësitë tona dhe në predikimin ton, saqë mënyra se si e zbatojmë tekstin mund të tingëllojë kështu. Tani, ajo që duhet të bëjmë këtë javë është që të shkojmë dhe të përpiqemi më fort. Ajo që duhet të bëjmë këtë javë është që ta marrim këtë nxitje dhe të përpiqemi të bëjmë çmos për ta arritur. Dhe nëse nuk tregohemi të kujdesshëm, hiri në të vërtet lihet pas, ndërsa faji bëhet mekanizmi që shpejt del në pah, saqë edhe ne që do të thoshim, sigurisht që bashkësitë tona nuk janë fare legaliste, ne që nuk po përpiqemi të jemi të tillë në shpalljen tonë, edhe ne mund të zbulojmë që jemi duke e bërë këtë pa e kuptuar. Pastaj merremi edhe me atë që është në anën tjetër. Relativizmi ose leja pa fre. Nëse bashkësitë tona e keq kuptojnë hirin, shumë shpejt do të dalim me përgjigjet e gabuara për Romakëve 6:1, apo jo? Ç'të themi pra? A të mbetemi në mëkat që të shtohet hiri? Po. Këtë dëgjojnë ata, që në një farë mënyrë apo në një tjetër, ne jemi krejt të lirë për të bërë çfarë të duam, kur të duam, me këtë duam, sepse pastori ynë na tregoi që tani ka vetëm hir. Jo, nuk e bëri. Nuk ju tregoi. Ai na tregoi diçka që nuk ishte hir. Ai na tregoi diçka që tingëllonte si ungjilli, por që në fakt nuk ishte. Ato dallime janë shumë të rëndësishme nëse do të tregohemi të qartë. Së dyti, nëse do të tregohemi të zellshëm për këtë gjë, kemi nevojë që në të njëjtën kohë të jemi kurajos. Thjesht dua që t'ju tregoj një varg nga 2 Korintasve 4. Vargu 4. Të cilëve Perëndia i kësaj bote u averboi mendimet e atyre që nuk besojnë, që drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, që është shëmbëllimi i Perëndisë, të mos ndriçojë tek ata. Siç do ta them edhe në një nga mesazhet e mia në vijim, kjo thirrje në një predikim të mbushur me hir nuk është thjesht e vështirë.
kjo është absolutisht e pamundur. Ajo me të cilën përballemi është një pengesë e pakalueshme nga këndvështrimi njerëzor. Prandaj, kjo do të kërkojë një përkushtim sa të hirshëm, po aq edhe kurajoz. Pra, tundimi që vjen bashkë me këtë është që të lëmojmë cepat. Kështu e kam shkruar. Me këtë dua të them se ne përpiqemi të presim cepat e ashpër, që të pranohemi nga ata që na dëgjojnë. Prandaj nuk duam ta bëjmë të qartë që kjo histori e hirit të mahnitshëm të Perëndis fillon me natyrën e vet Perëndis dhe me shenjtërinë e tij. Sepse pa shenjtërinë e Perëndis dhe pa shkeljen e kësaj shenjtërie nga mëkati, hiri tingëllon thjesht si diçka e parëndësishme. Njerëzit që kanë dallim do të thonë: "Këtë nuk e kuptoj me të vërtetë, nuk e vlerësoj dhe nuk më ndihmon." Nëse nuk tregohemi të kujdesshëm, do të kemi prirjen për të menduar që sa më shumë t'u qasemi njerëzve me këtë lloj mesazhi të pranueshëm, aq më reagues do të jenë ata. Mirë po, në fakt, derisa të kuptojmë vijën e qartë dhe të mprehtë të shenjtërisë së Perëndis, si dhe kundërshtimin e tij ndaj mëkatit dhe faktin që Perëndia është i fshehur nga ata që janë në mëkat, derisa kjo të jetë e qartë, atëherë historia e asaj që ai ka bërë përmes ndërhyrjes dhe pajtimit të tij, në fakt, nuk do të ketë fare kuptim. Së treti, kemi nevojë që të ruhemi nga rreziku i asaj që e kam quajtur zjarr nga aleatët. Nëse do të predikosh hirin e Perëndis, duhet të ruhesh nga rreziku i zjarrit nga aleatët. Kjo nuk është diçka e lehtë për të përcjell, dhe sigurisht që nuk është e lehtë për të përcjell siç duhet. Dhe nëse e bëjmë siç duhet, ka të ngjarë që të na qellojnë nga të dy krahët. Nga njëra anë janë njerëzit që thonë, ti e bën që të duket si tepër e lehtë për të bërë krishter. Nga ana tjetër, janë ata që thonë, ti e bën që të duket tepër e vështirë. Nuk mendoj se ndokush mund të jetë krishter në kishën tënde. Gjendja e ungjillorizmit bashkëkohor është e tillë që, edhe pse shumë prej nesh i kanë këto bindje, ndoshta rreziku më i madh në lidhje me ungjillin e hirit të Perëndis nuk është jashtë kishës, por është shumë i përhapur brenda kontekstit të atyre që në dukje e pohojnë vetë ungjillin. Dhe së treti, kjo do të kërkojë që të jemi të dhembshur. Duhet të jemi të dhembshur. Sapo vendosa një citat të shkurtër nga Bunyan, ku ai thotë: "Nuk është barra e rëndë e mëkatit ajo që e bën njeriu të vijë te Krishti, por zbulimi i mëshirës." Kjo është një deklaratë e mrekullueshme apo jo? Ja vlen të mendohesh për këtë. Nëse e mendoni në lidhje me djalin plën prishës, nuk më kujtohet se kush e tha. Citatin e kam diku në zyrën time. Personi thotë se ajo që e ktheu djalin plën prishës tek Jati nuk ishte thjesht vetdia e tij për situatën e tmerrshme në të cilën gjendej, por ishte mundësia për mëshirën e Atit kur të kthehej. Pra, në thelb, është ajo që na thuhet edhe te Romakëve 2:4, që mirësia e Perëndis na prin në pendim. Por sërish, ajo mirësi ka kuptim vetëm pasi ta kemi bërë të qartë nevojën për hirin e Perëndis, e cila shprehet në mirësi për shkak të shkeljes nga ana jon kundër një Perëndie kaq të hirshëm. Përndryshe, ungjilli tingëllon si diçka tepër e parëndësishme. Mendoj se këtë ide për dëmshurinë duhet t'ja kërkojmë Perëndis. E di që unë vetë kam nevojë t'ja kërkoj. Gjithmonë lutem për 3 gjëra për veten time, të paktën me vete. Lutem që Zoti të më ndihmojë për të pasur bindje të brendshme, të më ndihmojë për të pasur qartësi dhe të më ndihmojë për të pasur një dëmshuri të vërtetë kur e shpall të vërtetën e ungjillit. Kjo është domethënia e vargjeve të para, ose fundi i kapitullit 2 dhe fillimi i kapitullit 3 të Titi. U kujto atyre që të nënshtrohen principatave dhe pushteteve, të jenë të bindur, gati për çdo vepër të mirë. Kjo ndryshon shumë, apo jo, nga ulërimat dhe të protestuarit në rrugë, duke u bazuar mbi ndonjë revolt politike, të cilën e mendojmë si pjesë përbërëse të ungjillit, në mënyrë që orientimi ynë ndaj ungjillit të na jap mundësi për të qenë tipa të pabindur dhe të bezdisur dhe për të folur keq për çdo që duam, sidomos për njerëz të cilët kanë opinione politike krejtësisht të kundërta me tonat. Jo, të mos shajnë asnjëri, të mos jenë grindavec, por të butë, duke treguar çdo zemërgjerësi kundrejt të gjithë njerëzve. Tani, cila është dinamika që po përdor Pali? E po, duhet të kthehemi te vargu 11, sepse hiri shpëtues i Perëndis ju shfaq gjithë njerëzve, i cili na mëson të themi jo disa gjërave të caktuara, na mëson të themi po gjërave të tjera dhe na mëson të jemi njerëz të tillë. Nëse të ndohemi për të kaluar në anën e gabuar të kësaj çështjeje, ajo që duhet të kujtojmë në vargun 3 është se cilët ishim dikur. Ishim realisht të tillë sepse kishim jetuar një kohë të gjatë para se të ktheheshim te Krishti, ose kishim një potencial të tillë për të gjitha këto gjëra, të pamend, të pabindur
enda cak duke u shërbyer epsheve të ndryshme dhe qefeve, pra ligësi, smir, urrejtje dhe duke e urryer njëri tjetrin. Prandaj, ne i shohim jetët e burrave dhe të grave dhe kuptojmë që tipari dallues mes tyre dhe nesh është hiri i Perëndis. Një hir i cili na përul, një hir i cili krijon dëmshuri brenda nesh.